Një lëvizje fort politike tronditi qeverinë shqiptare. Kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, pas një betejë disa mujore përballë hetimeve të SPAK për shkelje të barazisë në tendera. Balluku pohetohet për procedura të dyshuara të parregullta në tendera me vlerë qindra milion euro. Pas vendimit, Rama njoftoi se ajo do të zëvendësohet nga Albana Koqiu si zëvendës kryeministre, ndërsa Ministrinë e Infrastrukturës do ta drejtojë Enea Karakaçi. Ndryshimet nuk u ndalën me kaq. Nga detyra u largua edhe ministrja e jashtme Elisa Spiropali, e cila do të zëvendësohet nga ish ambasadori në OKB Ferit Hoxha. Po ashtu u shkarkua ministri i mbrojtjes Pirro Vengu, duke ia lënë vendin Ermal Nufi. Këto zhvillime vinë në një klim tensioni mes qeverisë dhe SPAK. Në një fjalim të ashpër, Rama akuzoi prokurorët për tejkalim kompetencash dhe paralajmëroi ndryshime në kodin penal dhe atë të procedurës penale.